2 ditë nga zgjedhjet për kreun e ri të Partisë Demokratike, Sokol Oldashi vijoi fushatën me takime intensive me antarësinë në Tiranë. Duke folur para demokratëve të grup seksioneve 8, 9 dhe 10, Oldashi tha se Partia Demokratike si formacioni më i madh politik i së djathtas po kthen në standard edhe garën brenda shtëpisë. Sipas tij, kjo garë e para në këtë format është një proces dinjitos vlerash që po krijon edhe një traditë. Kjo është një garë reale, por është një garë që zhvillohet brenda nesh, një garë brenda shtëpie. Është një garë vlerash mes dy njerëzve që janë pjesë e qëndësishme e Partisë Demokratike, secili me kontributet e veta, secili me profilin e tij, secili me eksperiencën e tij. Është një garë që në mënyrën si po zhvillohet është e para në Partinë Demokratike dhe do të konsolidojë dhe një shtrat për gara që do të zhvillohen në të ardhmen. Ndërkohë në një tjetër bashkëbisedim me antarë dhe drejtues të Partisë Demokratike të njësive 3 dhe 4, po në Tiranë, Sokol Oldashi ritheksoi modifikimin e lidhjes mes nivelit politik dhe qelizës bazë të partisë militantit. Ristrukturimi dhe rivitalizimi i Partisë Demokratike nuk nis me kryetarin e ri, cili do që të gjithet. Rivitalizimi i Partisë Demokratike nis me rivendosjen e marrëdhënies mes nivelit politik të partisë dhe antarit më të fundit të kësaj partie. Këtu fillon ringritja. Në një tjetër takim me antarët e njësisë 2 në kryeqytet, Oldashi premtoi rikthimin e Partisë Demokratike në shumicë politike në përballjen e parë elektorale. Nëse ne duam të bëjmë një betejë politike të fortë, nëse ne duam të bëjmë një betejë politike të suksesshme për ta rikthyer PD në shumicë, ne duhet ndajmë fushën dhe t'ia bëjmë të qartë çdo qytetari që politika në këtë vend nuk ka më 3 pole. Ka majorancën e tyre dhe opozitën tonë, nuk ka më lojtar mesi. Sokol Oldashi e ka mbyllur ditën e fushatës me një takim ndryshe me forumin rinor të Partisë Demokratike, duke zgjedhur një nga ambientet më të frekuentuara në fundjavë nga të rinjt në kryeqytet.